Politikani serb nga Kosova, Nenad Rashić, tha se lista serbe nuk mund të flasë në emër të gjithë popullit në Kosovë. Këtë sipas tij tregon dhe rezultati i zgjedhjeve të fundit parlamentare që u mbajtën më 9 shkurt. Në bazë të rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, lista serbe fitoi 9 nga 10 ulëset e garantuara për komunitetin serb në Kuvendin e Kosovës, ndërsa një mandat parlamentare fitoi Partia e Rashićit, i cili nuk beson se një numër i madh i serbëve nga Kosova do t'i bashkohen lëvizjes për shtetin e formuar nga Vučić, por paralajmëroi për shantazh të mundshëm për të detyruar individ të caktuar që të bëjnë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, për politikanin e opozitës serbe nga Kosova, Milija Biševac, lista serbe është shkop në duart e dirigjentit Aleksandar Vučić dhe se lëvizja për popullin e shtetin nuk do të sjellë asgjë. Të gjithë ne kemi të qartë se lista serbe është vetëm zbatuese politikës së Beogradit zyrtar. Ata nuk kanë patur kur autoritet në vendimarrje, veç se kanë dëgjuar gjithçka që i është thënë nga Beogradi, si dhe kanë zbatuar një politikë shumë të keqe për serbët e Kosovës dhe Metohis, deklaroi Biševac, duke theksuar se lëvizja e tij popullore serbe mbështet gjithmonë një politikë autentike për serbët nga Kosova, në mënyrë që të marrin vendime që do të përmirësonin jetën e njerëzve në terren. Kurse Miograd Marinković nga organizata jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale në veri të Kosovës, vlerësoi se lëvizja për popullin dhe shtetin nuk ka asnjë lidhje me Kosovën, edhe se lista serbe ka mbështetur vetëm si subjekt politik kukull.